Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Ida, dhe një urim për festat e Krishtlindjeve për gjithë besimtarët katolik, por edhe shqiptarët për ditë më të mira, ndërsa prokuroria e posaçme sot zyrtarisht është një ditë pushimi, pjesërisht disa prej prokurorëve dhe oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit ndodhen në zyra për shkak të disa veprimeve jo vetëm urgjente, por edhe vijuese të procedimeve penale që kanë të hapura. Mes tyre një prej përgjigjeve të prokurorisë posaçme është edhe dosja i parë 2, e cila ka një seri abuzimesh me shpërndarjen e fondeve në vend të shkonin për naftën, vend të shkonin për stalla dhe për bashkëtrimin e kafshëve dhe baktive tek fermerët. E po ashtu dhe mjete pune, shkuan në hotele, shkuan në resorte, në vila, në pika turistike, por e në investimet të cilat devijuan të gjithë mbështetjen e Bashkimit Evropian. Për këtë zyra Olaf ka kërkuar disa herë dhe ka bërë një marrëveshje me ish-kreun e SPAK zoti Altin Dumani, por nga ana tjetër ky proces vijon të jetë në hetim. MCN Live ka mundur të mësoj se edhe pse është tashmë në krye të SPAK për 72 orësh, kjo çështje është në hetim nga prokurori Klodian Brau, i cili vijon ta hetojë dhe pritet që shumë shpejt të ketë veprime konkrete. Të dyshuar janë ish ministra e bujqësisë Frida Krifsa, po ashtu ish drejtues dhe drejtues aktual të AZBR-s, pra Agjencisë Zhvillimit Rural dhe Bujqësisë, por edhe disa biznesmen të cilët përgjatë javëve e muajve që kemi lënë pas janë pyetur nga prokuroria e posaçme, ka patur po ashtu edhe sekuestro të dokumentacionit dhe të prova materiale. Dhe për shkak sekretit hetimor, thot SPAK, edhe për shkak të kodit procedurës penale, momentalisht nuk mund ndajmë asnjë informacion me publikun, por i konfirmojnë hetimin për këtë çështje edhe pse disa herë është folur që gjithçka është arkivuar. Jo, thot SPAK, nuk është arkivuar dhe hetimet për këtë vijojnë dhe ajo çka është për të theksuar se kjo dosje hetohet nga drejtuesi i prokurorisë së posaçme sot, zoti Klodian Brau, i cili ka nisur atë më herët. Po ide. E qartë, që do të thotë Arsen, kush është e reja në të gjithë këtë histori përveç presionit që ne kemi dhe detyrimeve, se më shumë se sa presion është një detyrim në fakt për të përgjigjur këtyre institucioneve të cilat na asistojnë në zhvillimin e një sektori shumë të rëndësishëm, siç është bujqësia. Zhvillimi më i fundit dhe reja në këtë është që SPAK rikonfirmon vijimin e hetimeve nga ana tjetër, po ashtu dhe pse nuk e pranon zyrtarisht është krejt e kuptueshme dhe partneriteti që kanë në këtë hetime dhe me partnerët ndërkombëtar, pasi dyshohet se edhe zyrtarët Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të IPART 2 janë përfshirë në skemën e abuzimit, po pse jo dhe të korrupsionit që ka ndodhur në Shqipëri, çka ka sjellë si pasojë ngrirjen e subvencioneve të BE-s për sektorin e bujqësisë në vendin tonë. Po, Olta Gjashka, ke diçka? Po, është dhe Gjevi, ndërkohë para se të kaloj tek Gjashka. Po. Doja të shtoja që prokuroria e posaçme këtë çështje e ka të regjistruar si një vepër penale shumë të rëndë në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Të paktën kjo është e konfirmuar, kjo tregon që edhe tek AZBR-ja, Ministria e Bujqësisë apo edhe institucionet tjera ka qenë një grup i strukturuar kriminal që ka funksionuar për një kohë të caktuar, me role të caktuara për secilin person, me qëllimin e vetëm përvetësimin e fondeve që vinin nga Bashkimi Evropian. Dhe unë mendoj që kjo çështje do të jetë po njësoj kaq abuzuese sa kjo e akshi që ne po diskutojmë. Thuaj i afrohet? Sepse aty ka biznesmen, ka zyrtar të rëndësishëm, ka po do më thënë përfaqësues të Partisë Socialiste që kanë fituar nga këto tendera, kur në fakt nga këto fonde, kur në fakt të gjitha këto fonde duhet të shkonin për fermerën shqiptar. Përfituesit kryesor kanë qenë zyrtar apo njerëz të cilët janë të lidhur me pushtetin dhe kjo e bën skemën njësoj ulërice sa ajo e akshi. E thënë kjo, Arsen, ne jemi në kushtet kur shumë shpejt pritet që të kemi një produkt real sa i takon pra çështjes së IPART-it, ka marrë një rrjedhë më të shpejt? Jo vetëm e ka marrë, por nëse nuk do të ishim në një rezultat që do të kishte
konkretizimin e veprimeve hetimore, s'pak do duhet ta kishte pushuar me kohë, pasi proceduralisht 15 ditë është mbyllja e një hetimi penal në mungesë të provave, por këtu jo vetëm që janë gjetur prova, por s'pak thotë që sekreti hetimor na detyron që në këtë moment mos kemi asnjë përgjigje për mediat, por është krejt e kuptueshme që sekreti hetimor lidhet me prova, me deklarime, me marrjen pyetje, dëshmitë e personave, e jo vetëm, por edhe me një fazë finale ku ndodhet për të drejtuar në gjykat, pasi i parti dytë tashmë është thuajse në vitin e dytë të ngrirjes së fondeve nga Bashkimi Evropian në formën e subvencionit, por nga ana tjetër po aq edhe të hetimeve që po kryen prokurori Brau, i cili sot është edhe drejtuesi i këtij institucioni, përkatësisht prokurorisë posaçme. Më lejo të të pyes Arsen shumë shkurt edhe për çështjen e Xhaçkës, meqense që çështja e nxehtë edhe e pam që u paraqit për tretën herë, në mos gaboj disatën herë në prokurorinë e posaçme, dhe kjo pa diskutim që është një çështje shumë e ndjeshme. Ishin të dyja, i pardi dhe çështja e Xhaçkës kanë qenë pra dy çështje në të njëjtën kohë që erdhën në vëmendjen e publikut. Dhe siç duket të dyja, po në të njëjtën kohë besoj janë në një fazë delikate, pak të nuhatja ose logjika, më thotë. Për padur një mas sigurie ndaj zonës Xhaçka, aktualisht e gëzon statusin e deputetit dhe automatikisht nëse do të kemi qoftë një kontroll banese, sekuesë telefone apo kontroll të ambienteve të saj të punës apo private, qoftë ato mjetin, së pari s'pak do duhet marrë një autorizim. Ajo çfarë ka ndodhur vetëm 40 tetor më parë është një rithirrje e zonës Xhaçka, ndoshta për të konfirmuar apo të ballafaquar një dëshmi apo për ta ripyetur atë për shkak të rejave që kanë dalë nga veprimet më të fundit që Byroja Kombëtare e Hetimit bëri duke kryer kontroll në ambientet private, qoftë banesë, zyra apo automjete dhe celular të ish drejtoreshës së kabinetit të zonës Xhaçka në Ministrinë e Mbrojtjes, e po ashtu e ndaj biznesmenit Artan Dulaku, ku burime bëjnë me dije se janë mbledhur disa prova të cilat SPAK po i ekzaminon. A janë këto prova elektronika, janë këto prova komunikime, janë këto prova shkencore mbetet për të parë, por edhe pronët e ushtrisë, edhe këto për shkak të afatit hetimor, pritet që të ketë një rezultat të prokurorisë posaçme. Ndoshta në ditët e fundit të këtij viti apo përgjatë 2026-s, kjo mbetet për të parë, por me fletëthirjet prokurores Manjola Kajana, zonja Xhaçka ka dhënë sërish shpjegime pranë oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit. Faleminderit Arsen për gjithsa sollën në vëmendje, të përshëndes.